Ky emision mundësohet nga Bini dhe Prishtina Ticket. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Mirë mbrëma për krejt juve shikues të kanalit 10, jemi edhe sonte bashk me hambarin edhe një tjetër rrëfim të jetës. Sot kam kënaqësinë që kam afër vetës një person që gjithë ju e doni, e komentoni, madje merrni edhe shumë mësime prej saj. Ka ndryshuar jetë të qindra njerëzve, edhe sonte do e ndaj rrëfimin e saj të suksesit. Pse dhe si është kaq e mirë? Djola Doste, faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit edhe për prezantimin. Faleminderit për ftesën, kam ardhur me shumë qejf. Na, e kemi pas qefin më të madhe dhe uroj që deri në fond me u kënaq edhe shikuesit me neve, ashtu që shihet të shumë pozitive. Kjo ardh shumë herët sot për intervistën. Je ndër mysafirët e rrallë, kështu që kjo ardh më herët je përgatitur tamam fiks e sakt. Jam pak kështu gjermane me orarin, apo zvicerane janë ata strikte. Jam shumë strikte me orarin dhe normal përderisa më respekton edhe më fton, koha është e shtrenjtë për gjithë secilin, kështu që respektoj. Djolna, sot kemi me fol pak për fëmijën tonë deri tash në pika shkurta nga që është e pamundën në 45 minuta me përmbledh. Me përmbledh, po. Tregona cili është kujtimi më i veçantë i fëminisë, edhe cili është ushqimi që sa kujton fëminin, diçka që e kujton kështu me nostalgji. Unë gjithmonë kam qenë fëmijë shumë i lumtur, edhe kam pasur një fëmijëri të mbushur plot me dashuri, se mendoj kjo është shumë e rëndësishme edhe për rritjen dhe zhvillimin e njerëzit. Zakonisht edhe kur shkojmë tek psikologja, na pyet për traumat që mund të kemi, na pyet si e keni pasur fëmijërinë, kështu që unë kam pasur një fëmijëri shumë të mirë. Ajo që mund të cek është dashuria për natyrën, për herë, një vajzë çapkane që nuk e kam dëgjuar askënd dhe kam bërë gjithmonë atë që më ka dashur mua qefi, edhe jam mbret me një dashuri shumë të madhe nga gjyshrit. Edhe këtë e them sepse dua në të njëjtën kohë t'jap dhe një mesazh për gjithë prindrit që asnjëherë mos t'i ndajnë, mos t'i diferencojnë fëmijët e tyre nga gjyshrit, mos marrin kohën që fëmijët duhet të rinë me gjyshrit, se dashuria e gjyshrave është një dashuri që për mua ka një diferencë e dashurisë së prindërve dhe të gjyshrave, kështu që unë e kam përjetuar shumë, jam rritur me shumë emocione, mësime dhe parime prej tyre. Dhe tjetra është që gjithmonë ata më kanë mësuar një dashuri shumë të madhe për librat edhe për natyrën. Ndërsa për sa i përket ushqimit, më kujtua e ndjera gjyshja ime, nëna Sofia. Unë kam pasur fatin që të njoh prindrit e 2 prindërve plus edhe 2 stërgjyshe. Shpeshherë kur bisedoj me Rodin i them unë kam racën që jetoj shumë gjatë se i kam njohur të 2 stërgjyshet nga 100 vjeç. Dhe ndër ushqimet më të mira, që ndoshta nuk ishin më të shëndetshmet, por që mua më pëlqente më shumë, nëna ime përgatiste disa si tip pitesh të vogla, ne i thoshim pite, po ato si krofne ishin, edhe brenda na i mbushte me gjizë edhe me gjalp dhe një gotë çaj mali në të cilin kishte shkrirë pak gjalp. Domethënë kjo ka qenë ushqimi im i preferuar, edhe dolmat me gjethe rushi dhe me oriz brenda. A t'ju japin atë ndjesinë edhe kur i përgatit vetë tash, a i përgatit edhe ti për vajzat ndoshta? Jo, mami im i bën dolmat, unë nuk di t'i bëj dolmat, unë di t'i ha shumë mirë. Nuk i bëj dolmat, po që me thënë të drejtën, atë energjinë edhe shijen si t'i përgatisin gjyshit ushqimet, nuk është që afrohet shumë. Mami sigurisht i bën me dashuri dhe i bën ndryshe dhe më pëlqejnë,
por më mungojnë shumë dollmate gjysheve të mia se për fat të keq ato nuk jetojnë më. Po, tjetër prej, kush ka qenë mbështetja jote më madhe? Tha që gjyshret i ke pas një farë mbështetje dhe kujtimet pak mira me ta? Absolutisht. Do të veçoja gjyshin tim nga ana e babit, ai ka qenë një intelektuale dhe shpeshherë i thosha gjyshit ti si e vendos atë kollare në mëngjes deri në darkë nuk e heq. Edhe më kujtohet që sa herë që vija nga shkolla, duhet shkoja dhe t'i tregoja gjyshit a kisha marrë 10, a çfarë notash kisha marrë dhe çdo mësim dhe parim jete, gjyshi ma mësonte. Dhe një ndër gjërat cilat mua më ka shërbyer edhe në ditët e sotme dhe që e kam parim, dhe një gjë që nuk e fal dhe nuk e ndryshoj asnjëherë, është ajo historia e besës së Konstantinit. Edhe më ka mësuar se sa e rëndësishme është fjala, se sa e rëndësishme është që ta mbash fjalën që thua. Dhe një ndër gjërat që unë nuk e fal, edhe po ti pyesësh dhe 3 vajzat e mia, cila është gjëja që mami nuk e fal, gënjeshtra thonë. E din ato. Kështu që parimet më të rëndësishme i kam mësuar prej gjysheve. Përndryshe, kam qenë ajo vajza që sa isha edhe një gocë që më pëlqente të vishi fustane, të llastohesha me fustane, po në anën tjetër i hipja edhe biçikletës, edhe me gjithë çunat e lagjes, më shumë kam pas shok se sa shoqe, të jem e sinqert. Edhe i hipnin biçikletave dhe o burra bënim xhiro nëpër mahall. Kështu që në anën tjetër i kam ndihmuar dhe prindërit që kanë pasur një supermarket edhe një lokal. Kam larë dhe enët, po këtë do thosha që kam larë dhe enët, kam bërë ndoshta edhe kamarierën aty tek lokali prindërve të mi, kam shitur edhe gjithçka që ata shisnin në supermarket, bëja dhe llogarit, do me thënë ato numrat, unë matematikën e kam mësuar me lekë në dorë. Sa vjeç që ta që ke qenë atë kohë? Po, kam qenë ndoshta 9 vjeçe, 10 vjeçe, edhe më duket që ato gurët e themelit, ato parimet bazike që unë i kam dhe sot e kësaj dite, jam shumë mirënjohëse familjes time që më kanë dhënë një fëmijëri të lumtur dhe të mbushur me dashuri. Tani familje pa hallë s'ka, kemi pasur gjitha sfidat tona, por nuk më ka munguar dashuria. E tha që ke qenë çdo një fëmijë që ke bu çka të ka dalë zamra ty. Gjithmonë. Tash po të paramendoj ty një vajzë ashtu me kaq urrejla, super e ëmbël edhe që din me bu edhe sherra, që Çapkën e plot. Cili ka qenë sherri më i madh që të kujtohet si fëmijë? Po, e mbaj mend. Unë kam pas idhull Britney Spears. Dhe në atë kohë shkoja edhe në për këto koncertet që bëheshin, organizoheshin, gjithmonë fitoja çmimin e parë. Prandaj unë kam pasion kërcimi, se kam kërcyer nëpër festivale kur kam qenë fëmijë. Dhe ishte kënga Stronger e Britney Spears, nuk e din nëse të kujtohet, po është një moment që Britney ka një shkop, një bastun, edhe e rrotullon kështu, Stronger than yesterday, dhe unë shkova, i mora bastunin gjyshit tim, dhe shkova në shtëpi që të bëja prova, dhe duke rrotulluar shkopin kam thyer ato poçin lart dritat. Dhe çfarë të bëja se dritat normalisht dute? Jo, si jam dëmtuar, po më dëmtoi mami pasi e pase çfarë kisha bërë. Edhe i di që më ka bërtitur shumë, normalisht, dhe më vinte shumë keq, po që provat ishin prova. Unë e theva, i mblodha ato, më bërtiti pak mami, po hajt. E kjo është një ndër gjërat që mbaj mend që mami goxha gjatë më ka mbajtur qëndrim për atë gabim që kam bërë. Ajo e pasi gabim, unë se pash gabim se performanca doli e shkëlqyer, dhe unë mora çmimin e parë, kështu që rezultati flet gjithmonë në fund. Ja ka vërtet. Kur jemi te Nona, unë i kisha lut kamermanin atë me më ndihmu, e kam një befasi të vogël, atje te kande nëse mund të triade me më ndihmu. E ke fjalën për mami? Për mamin tënd. Ç'e ke lidhje me Nonën? Ç'a ke trashëguar prej saj? Kështu ndonjë këshill të saj ose çka a e sheh veten tek ajo kështu? E shoh shumë sepse Okej. Mami. Edhe prej dyqanit Flower Shop, që gjendet Faleminderit, shumë të në bukura. Prishtinë tek rruga e Parkut Qytetit. I ke këto lula. E që pas ka dhe diçka tjetër brenda aty, a ka edhe diçka? Ka. Edhe një zarf. Okej. Hajde të shohim. E di çfarë ka marrë nga mami. Nga mami ka marrë faktin që... Mundet me ndihmu kamermana, ose milion të ajo pjesa aty, por ndihmoj unë derisa te e hap letrën. Zarfin, po. Nga mami ka marrë faktin që ajo gjithmonë ka bërë çka ka dashur vetë, domethënë ka qenë shumë kokëfort, është edhe sot e kësaj dite shumë kokëfort,
edhe do t'i dali e staja pa tjetër. Kjo nuk është gjithmonë gjë shumë e mirë, por që... Jo, fa ka tregu që... Unë se di pse po dridhe. Se mami, për ndryshe, është shumë introverte, edhe pse është shkrimtare me profesion, po është introverte edhe nuk është njeri që shprehet shumë, do me thënë ta shpreh dashurinë në forma tjera dhe fakti që më ka sjellë një letër. Të shkojmë bashkë edhe me shikuesit, uroj që edhe falendrojmë publikisht që kanë nda kohën. A do në e lexoj unë për ty, Djola, ose... Jo, po e lexoj. Për ty, vajza ime. Unë dala në gjendjen time të pritjes. Ndjesia e një nëne më ngjallte rënqethje. Plotësia shpirtërore më pushtonte kaq ngjashëm, saq që në përklithje ndjeva aromën e vajzës time. Magjishëm u struke në delirën e një nëne. Vajza ime Djola, dua të them shumë për ty. Por pozitiviteti, energjinë, koshjenca e gjendjes sate mua më stonon, ndaj ngatrohem mes rjeshtave për ty. Nuk e di si ta rendis mallin, ritmin e një fjalie për ty. Të qenurit pa fjalë është pak. Këmbgulja jote për të arritur atje ku duhej është një cilësi që spikat e mbart veç vlerë. Energjia jote është besimi yt. Fjallë ka ishtë bukra që... Ja që pa më bëri ti mua. Ashtë për Mami është, e thash dhe më herët, është një person që nuk shprehet shumë edhe një tjetër gjë që unë kam trashëguar prej saj është që nuk i shpreh shumë emocionet. Edhe ajo është një, i them unë ti e një fëmijë i rritur. Domethënë ajo brenda vetes nuk të le që t'ja vrasësh atë fëmijën brenda vetes saj, edhe këtë gjë kam marrë dhe unë, edhe nuk është njeri që shprehet shumë, nuk është nga ato që thot shpirti im të dua, të kam zemër, po ajo ta shpreh dashurinë duke dhënë forcë. Ndonjëherë edhe duke ta mbyllur derën, por aty kur ta mbyll derën, ashtu ta jep dhe forcën. Kështu që unë jam shumë e bekuar që jam vajza e saj, edhe që uroj dhe lutem, siç lutem çdo natë, për gjithë njerëzit e mi që dua, që t'jenë mirë, të kenë shëndet, dhe ajo padyshim është pjesë e lutjeve të mia. Po që se dje që të marrë. Unë e falenderoj edhe një herë shumë. Edhe nënën për fjalët, edhe dyqanin Flower Shop për lulët, që urojmë mbetë kujtimi mirë, edhe nuk e di pse unë mbas çdo herë pa fjalë. Kur vjen puna e raporti vajzë dhe nën, është diçka aq e magjeshme sa që nuk don shumë shpjegim, nuk ke çfarë thua shumë punë. E vërtet, me mami nuk mund të them që kanë qenë ato raporte që gjithë ditën të dua, të kam zemër. Mami gjithmonë ta ka dhënë shembullin duke t'i thënë gjërat e prera. Domethënë ta ka dhënë një shembull duke të treguar me veprime, jo me fjalë. Ajo nuk i do fjalët, ajo është poete për ndryshe, shkruan, ka një libër të saj, por që pjesën e emocioneve, gjithmonë atë çka ka brenda saj, ta nxjerr dhe ta jep mesazhin nëpërmjet një veprimi që ty s'ta merr mendja fare. Ndoshta pas një jave ta kap, moje kishte mirë mami, ose ma tregoi këtë gjë mami, ma tregoi dashurinë nëpërmjet kësaj gjëje. Kështu që e bekuar jam. Djola, po kalojmë te pjesa që t'ja ke dediku jetën komplet, është nutricione edhe këshillat e tua. Në çfarë momente se ty çdo herë unë të mbaj mend për vete çdo herë të tillë, me shumë energji edhe duke tregu se çysh na me jetu shëndetshëm. Kur ke vendosur që ose kur e gjete veten në këtë rrugtim? Me thënë të drejtën, ashtu si që tregova dhe pak pjesë të fëmijërisë time, unë gjithë jetën kam qenë lidhur me lulet, me bimën, me natyrën. Ne si fëmijë, se unë kam dhe një vëlla më të vogël, 5 vite më të vogël, ne çdo javë pothuajse shkonim në piknik, gatuanim në natyrë, do me thënë me mamin, me babin, me gjyshrit. Kështu që për herë kam qenë lidhur me natyrën, po mund të them që kanë qenë 2 pika në jetën time që kanë dhënë atë vulën që unë duhet merrem me këtë gjë. E para ka qenë humbja e gjyshit tim. Ai vuante nga astma bronkiale edhe unë momentin kur mora vesh ndarjen nga jeta, kam qenë duke lexuar një libër të Gabriel Garcia Marquez, më duket ka qenë dashuri në korat e kolerave, diçka e tillë, në kohën e kolerës. Edhe kur vjen babi dhe më thotë që gjyshi është ndarë nga jeta, unë pata një lloj pendese brenda meje, kam qenë 17 vjeç.
para 20 vitesh fix, pata një lloj pendese që pse unë në këto momente nuk kam qenë duke hulumtuar që të gjej diçka, një recetë shërim për gjyshin, por kam qenë duke lexuar një roman. Dhe unë nga ai moment, le të themi, nuk jam marrë më fare me pjesën e romaneve, edhe pse e kisha detyrë nga shkolla, me thënë drejtën. Dhe ky ka qenë momenti i parë që kam thënë unë do t'i dedikohem, gjyshi nuk e ndihmova dot, do të ndihmoj njerëzit e tjerë. Kurse momenti i dytë ka qenë një eksperiencë personale. Unë në vitin 2007 kam qenë pjesë e Supermodel of Albania, organizohej nga Fadil Berisha në atë kohë. Edhe kur shkuam domethënë për të bërë këto xhirimet, klipet e tjera me radh, unë isha diku 57-58 kg, edhe krahasuar me gocat e tjera isha më shëndosha. Që unë jam 1,75 e gjatë, se duhet ta theksoj edhe këtë. Dhe u futa në një lloj diete që më bëri shumë dëm, filluan më binin flokët, më tha lëkura, pata një problem me veshkat, kështu që sigurisht që hoqa dorë në atë moment dhe nuk vazhdova më tutje. Por ai ishte momenti që unë i thash vetes që djol, kjo gjëja nuk është për ty, edhe pash edhe efektet anësore të dietës që unë mora, dhe pash që nuk ishte thjesht koncepti dietës, po një gjë shumë më shumë se sa aq, që deri në atë kohë nuk e dija se çfarë ishte, por që e zbulova pastaj gradualisht. Po për herë kam pas këtë që kam dashur t'i ndihmoj të tjerët me pjesën e shëndetit, se shëndeti nuk ka pasuri më të madhe se sa shëndeti. Domethënë lekët sot i ke, nesër nuk i ke, por shëndeti nuk blihet. Po tash ky shpirt yt që i ndihmojnë të tjerët, a e ndjen në ndonjë moment, dhe sidomos në kohën edhe dinamikën që po jetojmë, që ti është dashme ndryshu, se ke marrë një ndryshim tek vetja vetëm për t'ju përshtuar pritshmërive të tjera, apo çdo herë je vetja dhe unë nuk kam ndryshuar asnjëherë për të tjerët, po mund të them një nga goditjet që mbaj mend, ka qenë më duket viti 2012, atëherë kur unë fillova të isha pjesë e ekranit, duke dhënë këshillat e mia. Domethënë ka më shumë se një dekadë tashmë, edhe më kujtohet e zona që për herë të parë i kam vuajtur komentet. Ka qenë një postim që unë bëra, nuk e di, një recetë natyrale, nuk më kujtohet për diçka, edhe dikush komentoj negativisht. Edhe unë u preka aq shumë, se unë thash, unë dukem kështu nga jashtë, sigur mos ma ndjem, po nga brenda jam shumë kalamade, shumë e ndjeshme. U preka aq shumë dhe fillova ta pyesja veten, thash, po mirë, thash, unë po rri, po studioj, po lexoj, po kryej fakultet pikërisht për këtë gjë, për t'u ndihmuar të tjerëve. Dhe ky vjen edhe thot një koment negativ, si është e mundur që ti i ndihmon pa pagesë, sepse janë këshilla pa pagesë. Unë librat që i marr i paguaj, që lexoj. Unë fakultetin që e përfundoj, unë e paguaj. Unë harxoj dhe kohë për të dhënë ty një mesazh free, fala. Si ka mundësi që ti, okay, mos thuj faleminderit, po të paktën mos shaj. E aty ka qenë një lloj goditje që e mora dhe kuptova, edhe le të themi atë psikologjinë e njerëzve të kategorisë të tillë. Dhe nga ai moment pastaj kam qenë pak më kështu e qetë kundrejt komentuesve, po kur kam dalë në ekran për shembull për herë të parë, unë gjithmonë kam dalë kështu pa make-up, me ato kashurelat e mia. Madje gazetarët, prezantuesit më thoshin, "O Djola, po vendosi çik buzëkuq ose lyu një çik." Unë i thosha, "Po nuk dua që të më shohin, dua që të më dëgjojnë." Nuk e kam pas asnjëherë qëllimin as bëhem e famshme, as të jem personalitet publik, fare. Qëllimi im ka qenë gjithmonë që t'ju ndihmoj të tjerëve. Kaq. Pjesa tjetër është thjesht bonus për mua. A beson Djola në fat? A mendon që krejt gjërat valen prej përpjekjeve tona? 50-50. Okej. Është një ndër mentorët e mi, ka qenë Bob Proctor, i cili nuk jeton më, dhe ai kishte një shprehje shumë bukur, thoshte "We are co-creators", ne jemi bashkëkrijues. Pra unë mendoj që fati është i shkruar, por je dhe ti pak që duhet ta nxish, jo ta nxisësh. Nxitjen e ke, po ta orientosh. Pra aty ku do ti që të shkosh. Edhe unë e besoj shumë fort këtë. Ne ku lindim e kemi të varur në qafë fatin, qëllimin e jetës tonë, por jemi ne ata që vendosim. Domethënë zgjedhjet i bëjmë me vetdije të plotë. Kjo na ndryshon dhe nga kafshët. Djola, unë fakt e kom kalu gjatë krejt ditën duke u marrë me profilin tënë në rrjetet sociale, kështu edhe në secilin foto që unë e shesha, ka pas shumë jetë, shumë energji të ardhën që ndjesha edhe përmes një ekrani që është laptopi, edhe që në fakt informohet ata shetara u ka bëhe tillë që mi marrë prej atë. Po më intereson me ditë se ti reflekton çdo herë shumë energji, shumë jetë. Cila është ëndra më e çmendur e jotja që ndoshta e ndjen me frikë me thonë me zo ose ëndra? Po. Apo je e plotësuar, kështu nuk ka diçka që Unë nuk kam asgjë që nuk e kam arrit në jetën time. Unë çdo gjë që kam dashur e kam marrë.
Dhe çdo gjë që kam dashur, nuk kam dashur asnjëherë me marrë nga tjerët, po me kriju vetë, me u ngritu në atë frekuenca që me kriju një lloj energjie magnetike që ato gjërat të vinë. Po kanë ardhur tek unë gjërat të cilat mua më kanë shërbyer pozitivisht. Në çfarë do lloj aspekti, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin shpirtëror, në aspektin e personal, të dashurisë, të familjes, të gjithçkaje, unë kam gjithçka që unë dua. Por është e rëndësishme, se këto janë dhe ligjet e natyrës, që kur ti mendon diçka, duhet të jetë diçka që nuk po ja merr dikujt tjetër, por është diçka që është e jotja. Pra, e merr në mënyrë ashtu të pastër, duke pasur në bazë dashurinë gjithmonë. Për çdo gjë, për lulet, për fëmijët, për partnerin, për punën. Domethënë, unë shpesh herë më pëlqen kjo shprehja e Steve Jobsit që thotë gjej punën që do dhe s'do punosh kurrë. Domethënë, unë po bëj punën që dua, nuk më duket që po punoj se nuk lodhem, por e bëj me shumë dashuri. Kështu që baza është dashuria në çdo gjë që kam kërkuar dhe jam shumë e realizuar, shumë e plotësuar me çdo gjë. Faleminderit Zotit. Në cilin moment Jola e ndjer më shumë të krenare me veten? Gjatë të jetës tënde? Në vitin 2021, kur unë jam rikthyer në Shqipëri, dhe ka qenë sigurisht një vit shumë i vështirë për mua, por nuk kam bërë asnjëherë kompromis me paqen time mendore. Pra, është dashur ndoshta në disa momente, mbase kërkoheshin të bëheshin disa kompromise, por unë nuk i kam bërë asnjëherë ato kompromise, edhe pse kam qenë, si më thënë, ndoshta dikush tjetër do t'i kishte bërë dhe do t'ja kisha mirë kuptuar. Por unë vetë si djalë jam shumë krenare me veten, që nuk kam arritur në pikën që të bëj kompromis jashtë paqes time mendore. E kam shumë të shtrenjtë, të shenjtë, quaje si të duash. Nuk e llogaris fare për asnjë gjë në botë, nuk lë asnjë gjë të hyj mes meje dhe paqes time shpirtërore. E kanë qenë ashtu disa momente shumë pikante, për cilat për veten ndihem jashtëzakonisht krenare që si kam bërë ato kompromise. Jola, ti je virgjëresh në horoskop nëse s'jam gabim, edhe virgjëresha ti kanë qef mi ditë gjitha detajet. Po atë pëlqejnë befasit si person apo jo? Varet. Për shembull këtë që më bëre, më ke dridhur. Po, a ke shumë shoqëri Jola, a ke shumë meq në rrethin tënd, apo beson që unë i kam me kokra, i kam shumë special, domethënë kam shumë njerëz që njoh, por miq që i kam shumë special. I kam pak, kështu si gishtat e dorës, por kam pak edhe sakt. Pak edhe sakt. Po. Ashtu siç na pëlqen neve virgjëreshave, që i kemi njerëzit siç jemi vetë, domethënë atë frekuencë i kemi dhe njerëzit. Jam shumë selektive unë në shoqëri. Po kthehemi pak ka ekrane dhe të shohim dikush që të ka shumë për zamër. Ka me thonë diçka, ose meq ose familje të shohim bashkush. Regjia nëse më ndihmon me zërin në studio. Përshëndetje nga Tirana, përshëndetje Viola, përshëndetje gjithë teleshikuesve. Jam shumë e lumtur që po ndaj me ju misin tonë dhe misit janë të shenjta. Dhe një ndër misit që unë kam është Viola. Viola është një femër dhe një grua e fortë. Jo vetëm se është një grua e fortë, por transmeton energji pozitive dhe në rrugtimin e saj ka ditë edhe në momente të vështira të ringrihet dhe të japi më të mirën e saj, të qenë një nënë model dhe të qenë një mike shumë e mirë. Më kujtohet një njohja jo në fakt, është një njohje shumë e rastësishme, që dolëm thjesht për të konsumuar një kafe, por në fakt ajo kafja jo zjati shumë në orë të tëra. Dhe jam e lumtur, jam shumë e lumtur që jam pjesë e një rrugtimi tënd Viola dhe shpresoj shumë që rrugtimi jonë të jetë sa më i gjatë dhe të jetë i mbushur me mirësi, dashamirësi, respekt dhe të japi modelet tona më të mira që ne kemi. Ju përshëndes dhe ju përqafoj fort. Kjo ishte Andriola. Andriola Kambo, po është mikesh e imja shumë e mirë, tashmë dhe mikesh e Roldit. Dhe neve na duket kështu që nëse shkojmë Tiranë dhe nuk takojmë Andriolën, zëre se nuk kemi shkuar, do të thënë. Kështu që faleminderit.
sot njerë, nuk e di unë s'kam bërin kështu interviste me këto emocione. Sinqerisht, kam më shumë se një dekad që jam pjesë e ekranit, por kështu interviste elektrizuse, ti e ke bërë këtë. Gjolla, me kalu të një pjesë tjetër edhe që lidhet me profesionin tënd dhe tajo që çdo herë te tha që i ndjen gjërat përmes zamrës. A mendon që edhe shpirti njeriu të ka një lloj të dietës, për te dietës fizike që e mbajmë për një jetë të shëndetshme, ose a ka nevojë shpirti për një dietë ta quajmë kështu? Patjetër, dietë nga njerëzit toksik është më rëndësishme se dieta nga ushqime toksike. Dhe për mua ka qenë bazë gjithmonë dhe unë e them këtë. Kjo ndoshta është edhe arsyeja Exona pse unë studioj edhe këtë pjesën kuantike, domethënë bashkë me pjesën e nutricionit, studioj edhe pjesën kuantike të ushqimit, të medicinës e tjera me radhë, sepse ti mund të hash avokado çdo ditë, ti mund të bësh yoga çdo ditë, ti mund të pish ujë çdo ditë, por nëse ti je njeri negativ, ti nuk quhesh i shëndetshëm. Dhe kjo është një postulat që mua më ka ndjek gjithë jetën, jo vetëm më ka ndjekur, po unë e ndjej këtë gjë. Dhe të gjithë edhe mjekët thonë, stresi është shkaktari numër 1. Nuk është thjesht një fjalë për t'u thënë, po me të vërtetë ajo energjia jote pozitive, jo energji pej, ta stimuloj unë veten kot, por thjesht duke menduar që çdo gjë do të kaloj. Nëse më lejon këtu do ndaj një episod të lezetshëm, më të gaboj mbreti Solomon, që mbahet si një ndër mbretërit më të zgjuar në kohën e vet, kërkonte një dhuratë. Dhe tha, unë dua një dhuratë, tha një unaz, që sa herë ta shotha, kjo unaza duhet kur jam i mërzitur të më lumturoj, dhe kur jam i lumtur të më qetësoj, pra të ma uli nivelin e lumturisë. Edhe unë mblodhën të gjithë këta më të zgjuarit e mbretërisë, dhe çfarë dhurate, çfarë unaze t'i bënin mbreti, dhe vetëm njëri prej tyre e merr unazën, shkon diku, e bën unazën për mbretin, edhe kthehet edhe ja jepi, thot, çfarë është kjo unaza? Cila është diferenca midis tyre të tjerëve? Ta lexo se çfarë shkruan në unazë. Dhe në unaz shkruan edhe kjo do të kaloj. Pra, edhe ai gëzimi, ajo lumturia, kur ti e shikon unazën që edhe kjo do të kaloj, do të bëj ty që ti të jesh me këmbë në tokë. Po edhe kur ti je i mërzitur, është duke rënë shi, domethënë, është zhvrenjtur, ti e shikon dhe thua edhe kjo do të kaloj dhe do të dali dielli përsëri. Kështu që kjo është një ndër gjërat më të bukura që mua më stimulon për t'ju thënë të tjerëve që shiko, ruajeni këtë energjinë pozitive, investoni tek vetja juaj, sepse Exona, njerëzit nuk mund të thjesht të kenë energji pozitive nga hiçi. Për mua investimi më i madh që unë kam bërë, qoftë investim emocional apo qoftë investim financiar, tek unë janë trajnimet në zhvillimin tim shpirtëror. Unë jam një njeri që lexoj shumë, unë jam një njeri që trajnohem shumë, trajnimin e fundit për shembull në pjesën e nutricionit e kam bërë në Harvard Medical School. Pra, këto gjëra mua më mbushin sepse unë zhvillohem dhe profilizohem në profilet që unë dua. Dhe unë kur ulem me Exonën, di se çfarë t'i jap Exona, se kjo jam unë. Pra, unë çdo gjë që mua më karakterizon, unë e kam të mbushur me dije, me emocion, sepse jam njeri eksplorues në profilet e mia. Prandaj, kur ti je njeri pozitiv, ti edhe punën tënde do ta bësh shumë herë më mirë. Kështu që për mua kjo është baza. Pjesa e ushqimit pastaj është gjithmonë pjesa tjetër. Por gjëja e parë dhe më kryesore është të qenurit pozitiv dhe çdo gjë që ti ta bësh në emër të dashurisë. Aty nuk do zhgënjehesh asnjëherë. Gjol, a je person që e ke të vështirë të thuash më fal edhe ai fal të tjerët? Të them më fal e kam një çik vështirë. Pak. Po i fal të tjerët, po në momentin që dikush thot më fal, gjyshit e mi thoshin koka e falur nuk pritet. Domethënë kur tjetri të thot më fal, sigurisht nëse e ka të sinqerta të më fal, patjetër që fal. Po të them më fal, unë kam se unë i pranoj defektet e mia dhe jam plot me defekte, padyshim, si çdo njeri mendoj. E një ndër defektet e mia që ndoshta edhe si virgjëresh, unë jam super analitike. Edhe unë dua që ti të më bindësh që unë kam gabim. Edhe prap a pranoj se jo. Pastaj në fund jo, them më fal, patjetër, po nga që vjedhët në përgjithësi janë pak perfeksioniste, edhe unë dua që të më bindesh që unë kam gabim, se zakonisht nuk para bëj gabime,
Domethënë ndoshta në mënyrë të pavedishme mund të gaboj diku, po në përgjithësi, sidomos me qëllim nuk e lëndoj asnjë, nuk bëj asgjë me qëllim të keq. Ta çdo gjë e bëj në emër të dashurisë. Ke përfunduar doktoraturën në fakt nëse s'jam gabim, unë sa e di ndër të vetme që ke arrit këtë nivel të studimit akademik. Po. Edhe tregon as ç'është po të bën mundje kjo pjesë edhe a e ke pa vetë si një rifillim të krejt punës tonë apo po, shiko, e para njerë kjo pjesa e doktoraturës, pse është, po themi e vetmja, me sa kam informacion unë, në këtë gradën e doktoraturës dhe për temën që unë kam pasur për autizmin, ushqimin dhe autizmin, në mos gaboja me vetmja, por kjo gjëja mua nuk më intereson, mu më intereson vetëm impakti edhe vlera që unë shtoj në shoqëri me marrjen e kësaj grade, po shiko, sa më shumë lexoj, aq më shumë kuptoj që s'di fare. Në sensin që ka aq shumë informacion dhe unë jam shumë e etur për të pirë gjithmonë informacionet që lidhen me shëndetin. Domethënë jam përherë sa marr diçka them, okay, tani do zhbriloj dhe një gjë tjetër. E ky universiteti çfarë thotë, ky studimi çfarë thotë. Kështu që është një rrugtim që patjetër edhe të hap dyer për hir të së vërtetës, po më shumë të jep atë konfidencën dhe besimin tek të tjerë, sepse sot fatkeqësisht ka shumë pseudo-profesionist që dalin, janë pseudo-profesionist, ku dëgjon në TikTok ose në Instagram, që i thonë vetet marrin një certifikat edhe janë nutricionist, është ndryshe të kryesh një 3 universitete, masterin, pastaj doktoraturën, dhe të investosh gjithë jetën tënde dhe të marrësh kohë nga fëmijët e tu për të studiuar nutricion, nuk ka vlerë barazimi midis tjerëve që janë bërë nutricionist nga TikToku apo nga Instagrami. Dhe kjo gjë të jep edhe një lloj konfidence dhe kredibiliteti në raport me njerëzit që ty të ndjekin. Kështu që unë nga momenti që e mora diplomën, pasi përfundova pastaj edhe trajnimin në Harvard, zakonisht në fund të videove tani them, unë jam Diola Dosti, doktoresha nutricionit, trajnuar në Harvard Medical School dhe nuk e them këtë për të shitur mend, po këtë gjë e them për të qenë më e besueshme, krahasuar me ata që nuk më kanë ndjekur nga fillimi, për shembull, siç më ke ndjekur ti që e ke parë hapat e rrugtimit tim. Diola, më intereson di kur e mendojnë Diolën 10 vjeçare. Po? Ç'është bën më ndjej? A ndjen lumturi, a ndjen më shumë nostalgji? Si dritë, unë gjithmonë prindrit e mi kam bërë krenar, kam qenë përherë nxënëse e dalluar në tabelën e shkollës, kam qenë gjithmonë goca që fitonte çmimin e parë në kërcim, e kam dëshpëruar babin në këndim, kam pasur një vetbesim të çmendur që unë di të këndoj shumë mirë, ndërkohë që zëri im s'ka lidhje me këndimin, unë e dashuroj muzikën, po s'kam lidhje me këndimin. Dhe më kujtohet madje një herë kam shkuar në festival edhe unë duke unë burrë ta bëj babin tim krenar, edhe do këndoja këngën Rosa ime rik rik rik. Dhe fillova të këndoj, lash kokrën e namit, dhe jo vetëm që lash kokrën e namit, po për herë të parë kam parë babin tim që ai nuk është që më ka shprehur gjithmonë që ti je më e mira, bravo të qoftë, po edhe që të më thoshte që më ke fliqur fare me këtë këndimin që ke bërë, më ke turpëruar tha me këtë këndimin, se vërtet këndimi im ishte të merë. Edhe për ndryshe, ajo Diola 10 vjeçare, e di si është puna, unë e kam akoma atë Diolën 10 vjeçare. Do me thënë, unë s'lejoj një ritma preki atë fëmijën. E vetmja gjë që mund ta ndaj si një, po themi, një pjesë që do doja ta shëroja gjatë fëmirisë, është fakti që unë edhe pse dukem që jam shumë kështu eksplozive, unë për hir të së vërtetës jam një vajzë shumë e ndrojtur. Edhe si fëmijë, do me thënë, unë ndoshta është ndër të paktat intervista që unë i kam kap flokët komplet, se zakonisht unë i kam flokët përpara, edhe kjo lidhet pak edhe me psikologjinë time, me natyrën time të brendshme. Ato flokët e lëna përpara do thotë që unë jam pak e ndrojtur, e pak e brisht. Edhe si fëmijë, do doja që atë brishtësinë, pra nëse do të kthehesha në kohë, do doja që dikush të më udhëhiqte që unë mos të isha një fëmijë, pra që e kisha pak atë pjesën e ndrojtjes në momente të caktuara, po sidomos kur bëhet fjalë për shfaqjen e ndjenjave. Këtë e kam shumë, nuk jam shumë person që të ri, si themi ne në Shqipëri, puçi gjithë ditën. Domethënë e shfaq dashurinë në forma tjera, ose më shumë kur lëndohem, jam ai njeriu që futem në një kapsul, edhe sot më ndodh, edhe kam shumë të vështirë të dal nga ajo kapsula.
me këtë gjë punoj vazhdimisht, se ne jemi perfekt. Përveç gënjeshtrës, se tha që nuk e fal gënjeshtrën shumë fillim të intervjit. Çka të lëndon tjetër? Se kështu duke shumë fragjile si natyrë. Më intereson di se çka tjetër të bën me u fut në atë kapsulën tënde. Po shiko... Edhe kur ke qajnë ndoshta për herën e fundit, përveç letrës, sa... Kem qarë për esa ditësh. Më lëndon fakti kur unë ju kërkoj njerëzve të zemrës që mos bëjnë gjëra që mu më lëndojnë, edhe vazhdojnë i bëjnë. Do me thënë, kjo është një gjë që mua më fut në kapsulë dhe unë ruhem shumë që mos të futem, se po u futa pastaj blokohem, edhe ka ndodhë për shembull kur kam qenë në Shqipëri, gocat nuk ishin me mua, edhe pra kur e kishin kohën që nuk ishin me mua, unë futesha në atë kapsulën time, fike telefonin, nuk e hapja derën, do me thënë dita bëj dhe atë gjën, e ruaj shumë veten që mos të bie. Po çdo gjë që ka në bazë gënjeshtrën për mua, do me thënë kur bëhet fjalë për zhgënjimet, lëndimet shpirtërore, zemra është shumë e ndjeshme, edhe është shumë e brisht padyshim. Madje kam lexuar një të dhënë që thoshte që një lëndim i zemrës, një thyerje zemrës është e barabartë me 2 ose 3 bypasse në aspektin e lëndimit. Kështu që unë ruhem shumë që mos më thyet zemra. Edhe padyshim trastina, nuk zvjen shprehje fare, domethënë është fjala më as nuk është në radarin tim, në orbitën time. Jola ti u thon shumë. Çdo herë shohim në avion të shiju, po në avion edhe duke shiju ambiente të ndryshme. Tregon ndonjë moment interesant kështu për udhëtimeve, nga që ke shkuar edhe në vende shumë të larta që janë ndryshe prej kulturës tonë. Po. Ndër udhëtimet e para që ne kemi bërë me Heroldin ka qenë në Bali. Edhe se nuk e kemi thënë këtë, Heroldi se dia do i pëlqej tani që po do ta them. Fajnë ka zona, nuk e kam unë. Kemi shkuar me Heroldin në një tempull, edhe ka qenë normal një nga ata të shenjtët që janë aty si priftërinj, ose nuk e di si mund t'i quash, njerëz të shenjtë. Dhe ne kemi shkuar që të bekojmë dashurinë tonë. Dhe në fakt, udhëtimi në Bali ka qenë një udhëtim që unë e kisha planifikuar përpara se të njihja Heroldin. Por nga që Heroldi erdhi përpara se unë të shkoja në udhëtim, i thash, okay, nëse do, mund të vish me mua dhe qëllimi ishte që unë të shkoja në ato vendet e shenjta dhe le të themi të lutesha për dashurinë që unë meritoja, sepse mendoj që çdo njeri e di veten e vet dhe e di çfarë dashurie meriton. Por fati deshi që unë shkova me njeriun e zemrës aty dhe bëm një lloj, le të themi, pra shkuam edhe bekuam dashurinë tonë, shkurt edhe shqip dhe ka qenë Pati Heroldi edhe qeshte në ditën kohë, sepse ka qenë një fragment, ata përdorin për shembull orizin që e kanë kështu karakteristikë që bekojnë me oriz. Edhe ai orizi si gjysmë i ujosur, si nuk e di, edhe e vendosni këtu në ballë, binte orizi këtu, hajt tash ky orizi do të Heroldi apo nuk hajt. Kështu që po udhëtimet në Bali, çdo udhëtim në fakt që ne bëjmë, kemi kështu surpriza të lezetshme edhe kaloj mirë. Po, mendoj që nuk ka të bëj vendi, ka të bëj energjia që ti ke me atë person. Nuk ka të bëj a shkon në një hotel të shtrenjtë, apo a shkon ne për shembull në Bali ku vajtëm për këtë eventin që thash, ishte një gjë, domethënë totalisht e thjesht, një tempull mirëvjeçar. Gjithçka shpirtërore kështu. Gjithçka ishte shpirtërore, domethënë, kështu që unë e mbaj mend Jola ka rreth 2 vite ndoshta që ke thënë që nuk e mendon veten të dashuruar nga që e do një mashkull që ta bën jetën më të lehtë. Apo ta bën Heroldi, Zotri Belegu jetën më të lehtë, tash se është gratë e forta kanë shumë vështirë për me u dashuruar dhe rreshoj në të dy jo që të dy e keni shkëlqimin e fuqishëm të dashurisë në fytyrat e juaja. Shiko, çfarë do lloj gjë që ti thua përpara se ta njohësh njeriu në dur, bie në ujë pastaj. Po që po është pak e vështirë se aq më tepër kur ti mësohesh një kohë gjatë që je vetëm. Edhe kur vjen pastaj njeriu i duhur, ti je pak i bën shumë pyetje vetes, apo sillem siç duhem. Mos po e mërzis, mos po ja zë hapësirën, mos po bëhem shumë, mos po i bëhem too much. Kështu që kur është ai fiks njeriu që ta ndjen atë frekuencën e zemrës, edhe çdo gjë vjen rreth. Domethënë fix let it flow, lëre që të rrjedhë, të qarkulloj vet. Edhe Heroldi pastaj është një person që
ta bën më të lehtë në sensin që kur ti je i dashuruar, të dy jeni të dashuruar, çdo gjë shkon vaj. Kjo është. Nuk ka ndonjë vështirësi ose shpeshherë kur gjej këto fjalë se djola pak e vështirë për shembull. Ti jam e vështirë. Unë jam njëri që i kam gjërat shumë qarta, edhe di shumë mirë se ç'a dua. E këtë e kam pas edhe si fëmijë. Do ta marr atë gotën me ujë edhe juve çmenduni, unë do ta marr. Domethënë, o e marr o s'ka. Kështu që duke që me këtë elementin që e din çka don e ke bu për vete dhe zotri Bejlegun, po dhe diçka tjetër është edhe raporti me nënën e tij. Flitet shumë për po mendoj raportin e mirë që keni me njëra tjetrën, edhe tipike kështu vjerë se ne në Kosovë kemi kështu raportin delikat vjernusa. Ti se ke iden sa e dua. Domethënë, ajo është, ndoshta edhe fakti që unë kam humbur gjyshit, tani më ka ngelur vetëm një gjysh që jeton në jug të Shqipërisë, edhe unë jam një njeri që jam rritur me gjyshrit, edhe më besoj që kur kthehem për shembull, kur hy tek shtëpia e Haroldit, në fillim shkoj takoj mamën, pastaj takoj Haroldin, domethënë takoj njëra atë, bëj një muhabet me të, si kalove, tani në fund shkoj takoj Haroldin, edhe i them nuk e dia do të doja kaq shumë nëse ti nuk do ta kishe mamin. Është një angel, domethënë është bekim që unë e kam atë njeri dhe shpresoj shumë të ketë jetën e gjatë. Është e fortë akoma, por shpresoj të ketë jetën e gjatë edhe të kalojmë sa më gjatë, sa më mirë së bashku, se edhe ajo ma ka dhënë mua mi ka hapur krahët, domethënë. Nuk është nga ato persona që rrit të pull çdo ditë apo të ledhaton ose të mbush me fjalë, po unë s'kam nevojë se unë ditë të lexoj energjinë e zemrës, e ndjej. Edhe jam vërtet e bekuar kur e ka një nusë ëll kështu s'ka se qysh ndryshe, po në këto momenta në këto momente e kemi edhe një befasi tjetër për ty, po do më lëshoj zemra sa tu pa puna. No. Tung Diola, fal doktor Diola. Zakonisht këto video i bën Diola, po unë nuk kom bo. Këra parë që bëj, edhe ma i keqe që atë gjithë i bënë kështu që unë nuk e shoh kur i bënë, dhe nuk i bënë pranin teme. Po edhe tripodin sa jem të ja shfrytzu, edhe po mundona me bëtë diçka që m'ja përafru asaj çfarë ajo bën. Mësë pari dhe fakti që i bënë këtë video të regon për dedikimin që e ka Diola për që një urinë vete që e ka marrë me vitet të tëra duke kryer ndoshta doktoraturën për nutricion, pa dhe 2 mastera dhe 3 fakultete, edhe që çdo ditë lexon pa një libër. Në mundësfori intereson e ri, për shembull në Instagram edhe shikoj fotografia, apo shkoj në YouTube edhe shikoj diçka, kjo vazhdimisht e ka dhe në Instagram dhe YouTube duhet me marrë sërish edhe pak dijeni nga nutricioni, edhe sigurisht e keni krejt edhe postime saja që ka vazhdimisht tema nga nutricioni. Zamar ti definitivisht e njeri maj mirë botë, njeri i cili je po pjesë e pandashme e familjes time. E tin që të donë, që nëna e me zatë ma shumë po donë ty se mu për momentin. Po arsyeja në të është mirësia jote, kujdesi që ti e ki për këtë njerëz tjerë, edhe për shoqërinë time, edhe për familjen time, mos flasim për fëmijët tu, dhe të gjithë njerëzit që ne të dy i kemi të dashur dhe të afërt. Për suksesin tënë të ardhmen nuk kam dilema, vetëm e di që do të vazhdoj edhe më shumë, edhe më mirë, prandaj edhe njerë do me thonë që të dua, faleminderit që ekziston në jetën time, edhe enjoy the show. Po të qotë emocionuar? A i më thëtë muaj që unë jam njeriu më i mirë në jetën e ti, po unë e kam thënë, a ishë mrekullia e 8 në botë, edhe qëka unë nuk më pëlqen fare fama nga ngjarjet që mua më ndodhin, por unë dua vërtet të transmetoj energjinë e dashurisë, edhe pse jo me shembullin tonë t'ju japim shpresë çdo njeriu që e shikon dashurinë si diçka materiale apo si diçka me kusht. Edhe jam shumë e lumtur, jam shumë e bekuar. Më duket sikur gjithë ato lutjet që kanë bërë gjyshit për mua, për të më mbrojtur, kanë ardhur të gjitha në formën e
këtij njeriu në formën e Eroldit, kështu që s'di, nuk kam fjalë domethënë për ta përshkruar. Jam vërtet hiper e lumtur që e kam në jetë. Vetëm për shpirtin e bardhë që ka dhe sa herë takoj njerëz kur flasin se dua ta ndaj këtë gjë. Gjëja që mua më ka bërë më shumë përshtypje tek Eroldi është fakti që gjatë njohjes tonë, kur ne takonim rrugës njerëz më të ri në moshë që e takonin dhe thoshin ti mua nuk më nje, por unë të kam takuar ty, ti më ke thënë një fjalë dhe unë jam bërë biznesmen sot. Domethënë ai është më duket pak modest në këtë pjesën, se nuk i tregon këto historira, por i di unë shumë mirë që ai ka një influencë të jashtëzakonshme tek të rinjt në fushën e vet, në fushën e biznesit. Dhe është vërtet frymëzues, kështu që mua ajo zemra e tij e artë peshon më shumë se gjithë pasuria e botës, edhe këtë e them me zemër. Gjola, raporti juaj është super i komentuar, unë nuk po du që se vrej dashuria juaj, edhe nuk po du shumë me u ndalte kjo pjesë e raportit juaj, nga që u tham fjalët, u tham edhe prej te, vetëm një gjë të fundit. Është komentuar së fundi një fotografie jotja për një shtatzani të mëndshme, të tjera, se nga që u bo shumë virale, do të thëtë ajo fotografia, ajo pjesa edhe unë e vrejta dje me të vërtet, ti po i mbajsh e du të kështu vazhdimisht në... Po, tani, duhet të sqaroj këtë, e para nuk është e vërtet fare, domethënë nuk jam shtatzan, sigurisht që unë mendoj që bekimet e dashurisë vinë në forma të ndryshme, tek një çift vinë në formën e fëmijës, tek një çift tjetër manifestohen në forma ndryshme. Unë kam një fiksim, një pjesë që më pëlqen tek trupi im, përveç tjerave se e dua veten, padyshim, është barku, është pjesa e barkut. Dhe gjithmonë e kam një veti që kur dalë fotografi vendos te barku. Po, a mund të ndaj një detaj me ty, e kam këtu në telefon, me qënë se më the tani, kur ishim në Dubai, i kërkuam një vajzë që ta bënte foto, dhe i thash Eroldit që do ta mbaj unë dorën te barku jo tash që të mendoj që unë nuk kam shtatzan, dhe kam foton këtu në faqe, se jam e përgatitur për këtë derisa ta gjej foton. Edhe jam kurioze me po atash. Po, ja do ta tregoja e gjeta, prit që e kam vetëm një moment. Ja. Shikoj tani se si e kam kapur barkun e Eroldit. Thash do ta nxjerrim dhe le të flasin që nuk jam shtatzan se e kam dorën te barku jot. Është një foto që kemi bërë në Dubai. Kështu që një përgjigje kështu e kompletume për krejt këto komentet që... Jo, është thjesht, është fustani, është ndoshta kur më ka dalë barku i fryr, mund të kem ngrënë pitet që mi bën mami Eroldit, sidomos pitet me kungull që e porosit ajo her pas here, se e di që unë vdes për pitet me kungull. Pra faj fustanit, faj pites, edhe faj im që unë vdes t'i lë duart e barku. Por, nga ky moment do ta kem parasysh që do ka barkun e Eroldit. Nuk do t'i vendos më duart e barku e kundërta. Gjola, ty e tham rivillime që vazhdimisht shumë me këshilla për një jetë të shëndetshme. Diçka që më intereson di se ti e çdo herë freskët. A je pro apo kundër operacioneve plastike të rinë çfarë pike kështu për vajzat? Nga që përshojmë tash edhe burrat që janë duke bërë ndërhyrje. Po, nuk e di pse, po para se të vija këtu, nuk e di pse kisha një ndjesi që ti do ma bëje këtë pyetje. Unë kam kështu një lloj aftësie për të detektuar, para përgatitur, para lexuar gjërat që më vijnë. Shiko, unë personalisht nuk gjykoj asnjë njeri. Unë jam pro asaj që ti duhet ta duash veten. E dyta, unë jam pro korrektimeve. Absolutisht. Nëse ti korrekton diçka që ty vërtet nuk të duket mirë, atëherë padyshim që mund ta bësh. E vetmja gjë që mua më pengon, se un kam gocën e madhe tani 17 vjeç dhe e shoh që ka filluar të bëj make-up, që mua më pengon, e them vërtet që më pengon. Dhe nuk ka nevojë të bësh kur ti je e freskët. Pra, kur ti ke kolagjenin e moshës, nuk ke kolagjenin e shtuar. Pra, në qoftë se ti je e re dhe nuk ke nevojë që ti bësh ato, për mua dhe plus tjetra është ndroni doktorin, aman. Par zotin ndroni doktorin, se është janë bërë domethënë njësoj. Kjo është gjëja që mua më pengon. Tani unë shqyr zotit kam goca dhe nuk do sjell domethënë nuse në shtëpi, po do marrë dhe ndur, domethënë. Po, ideja është që nëse do kisha 3 çuna, do ngatroja nuset, nëse ato për shembull do bëheshin tek njëti doktor. Kështu që përtej shakas, dua të sjell dhe një informacion këtu shkencor.
Për shembull, ndërhyrjet që bëhen sidomos në pjesën e buzës, nuk e lejnë energjinë, le të themi, elektromagnetike që ti ta transmetosh te partneri kur e puth. Pra nuk është më e njëjta energji. Dhe tjetra thuhet që personat të cilët bëjnë botox me kalimin e kohës humbasin empatin. Edhe këtë e kam dëgjuar nga një doktoresh. Dhe ishte shumë interesant se, domethënë, të imagjinosh që aq shumë të ndikon ty botoxi se ti parimisht i humbe dhe ato gjestet, mimikat që ti bën, kurse një gjë të bukur nuk e bën dot për shkakun se ai mirë, sepse ti je si tull, domethënë, shkurt edhe shqip. Megjithatë jam larg egzagerimit edhe jam pro freskisë, por padyshim në vitet më vonë kur ti ke nevojë që ti bësh, do të dukesh pak më e freskët në një moshë pak më të shtyrë, le të themi, mbase mbi moshën 55 vjeçare, mendoj. Atëre padyshim që mund t'i bësh, por t'i fillosh moshë të vogël, domethënë për mua është skandal. Gjora, me që jemi edhe në muajin e Ramazanit, unë e di përgjigjen tënde, po duhet edhe për shikus. Ata që agjerojnë këtë muaj edhe përma në aspektin shëndetësor për ata që thonë po mbas pesh, po agjeroj për të humbur pesh. Po. Tregona në pak fjalë, nga që jemi edhe minutat e fundit kështu, një këshill tënde prej personit që ka tashmë doktoratur në nutricion. Më pengon shumë fjala, po mbaj Ramazan për të humbur ca kilogram. Domethënë kjo është gjëja që është puna tek qëllimi që ti shkon. Apo shkon për të humbur thjesht disa kilogram, apo po shkon se Ramazani, muaji i shenjtë i Ramazanit është pastrimi shpirtëror fillimisht, pastaj pastrimi fizik. Shiko, edhe mbajtja e Ramazanit ka disa kushte, ka disa kritere, ka një lloj parapërgatitjeje që me sa di unë është edhe në librat e shenjtë, në librin e shenjtë të Kuranit, që bëhet një lloj parapërgatitje përpara se të hysh në pjesën të Ramazanit, pra iftare dhe syfyr. Nëse ti rri gjithë ato orë, ndoshta 16 ose 17 orë sa i bie pa ngrënë ushqim, edhe pastaj i bie mirë ushqimet, le të themi që ke bërë mbase gjysmën e punës, nuk është që e ke bërë komplet atë ritualin siç duhet. Megjithatë, efekti është i jashtëzakonshëm. Po flas në nivel qelizor, nuk dua të flas në nivel a hoqëm kile, a nuk hoqëm kile, po në nivelin qelizor. Për këtë është marrë dhe çmim Nobel në 2014 nga doktor Oksumi, edhe është baza procesi i autofagisë së qelizës. Autofagia nga greqishtja do thotë vetëngrënie. Pra qeliza fillon të haj vetveten. Çfarë do thotë haj vetveten? Han çdo lloj proteine toksike që ti i ke dhënë shtesë, han çdo lloj elementi ekstra që ti i ke dhënë. Pra edhe nëse ti ke ngrënë avokado më shumë se ç'duhet, gjatë agjërimit ajo pjesa tepër e avokados që ti ke marr largohet. Edhe është absolutisht ligjënerues për në rastet e kancerit, është fantastik. Megjithatë, asnjëri nuk duhet të mbaj agjërim nëse ka një sëmundje të caktuar pa rekomandimin e mjekut dhe të nutricionistit në gjithë të kohë. Por agjërimi është parimi i parë i mjekësisë, ka thënë Rumi. Më kujtoa derisa flesim nëse s'jam gabim një video jote që ke thonë që duhen vite për ushqim nëse han pica ose avokado ose çka do në. Po, për këtë pjesën se e kam sqaruar disa herë se mbase në disa raste e kam parë që është bërë dhe meme kjo pjesa e picës, por un kam folur për një lloj djathi i cili gjendet tek disa lloje të picave që ka një përmbajtje të plastikës. Dhe atë djathin ti e merr, ndez me çakmak edhe ai nxihet. Domethënë fillon edhe shkrihet se ka bazë plastike. Plastika jo 7 vite, por shumë se sa aq. Dhe plastika në formën e nanoplastikës është gjetur dhe në qumshtin e gjirit, është gjetur dhe në uterusin e nanës. Kështu që padyshim që përzgjedhja ushqimore është shumë e rëndësishme. Kështu që sa më larg ushqimeve toksike. Gjora, me qenë një person që lexon shumë, si pyetje të fundit e kam me shumë kurreshtja për ta bërë në këtë botë që gjithçka është e përkohshme. Çka mendon që mbetet e përjashme? Edhe na mbyll këtë emision me një thënie të bukur kështu prej teja. Ajo që mbetet është mënyra se si ke bërë të tjerë të ndihen në prezencën tënde me shërbimin që ti ke dhënë të tjerëve. Ndërsa një shprehje për në fund është ajo që unë kam thënë ndoshta që në fillim të emisionit. Çdo vendim që merr në jetën tënde, merre duke pasur në bazë dashurinë. Asnjëherë nuk do zhgënjehesh, asnjëherë nuk do mbytesh. Unë këtu e kam një letër që është e lehtë, kështu po pesha e dashurisë saj është shumë e madhe. Është e fundit, po e mbyllim emisionin me këtë letër. A ke ide se kush e ka dërguar? Jo fare. Jo. Të zbulojmë bashk. Çfarë më ka bërë Gzona mua në këtë emision, unë nuk e di.
Kam ja 13 vite në media, po këtë që ka bërë Exona, Kjo letra është shumë e veçantë, kështu që një person që është po ashtu introvert dhe që nuk i do shumë daljet publika. Fal. Është nga vajza e madhe, Bleza. Bleza është shumë introverte. Bleza rrallë thotë ashtu të dua. Nën, përjetësisht do t'jem mirënjohëse që e nëna ime, e lidhur me mua gjithmonë, që je ajo të cilën kam nderin të quaj nën. Fal. Që nga momenti që më mbajte në krahët e tua në zemrën tënde, jeta ime u mbush me dashuri, përjetësisht. Gjithçka që jam dhe gjithçka që do të bëhem është fal teje. Faleminderit dhe për ty që më ke dhënë gjithçka, që më do pa kushte, që më frymëzon çdo ditë me forcën, durimin dhe zemrën tënde të butë. Unë jam kjo që jam, fal teje. Të dua fort, më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Faleminderit që je nëna ime, Bleza jote. Moj Bleza, kështu na ka emocionu pak fjalë, por shumë dashuri. A ke prit një letër tillë për Blezës, se po shoh Bleza është vajza e parë, gëzimi i parë. Bleza është vajza e madhe. Edhe unë nuk kam marrë si vendim të rëndësishëm në jetën time pa miratimin e vajzave, o sidomos të Blezës. Bleza di gjithçka për mua. Bleza është njeriu që s'dim duket që ajo më ka rritur mua, jo unë atë. Bleza më ka dhënë mësime pa folur. Edhe dy vajzat e tjera, për hir të së vërtetës. Po që nuk di, është aq e vogël, është aq edhe një fëmijë, një adoleshente, po me trurin e ka kështu si për 50 vjeç më duket. T'jep ca këshilla, t'jep ca. Përndryshe, gëzimi i parë i shtëpisë, padyshim, edhe unë nuk kam motër, nuk kam asteze, edhe më ka munguar gjithmonë energjia e motrës në shtëpi, kështu që kur aq e lumtur kam qenë që kam bërë vajzë, pastaj edhe të dytën dhe të tretën, sa që jam lutur Zotit ma ka sjellë në jetën time. Kështu që janë bekimet më të mëdha të mijat, edhe vajzat në të njëjtën kohë, një ndër vendimet më të rëndësishme që unë kam marrë, edhe pse e di që jam e gjykuar nga njerëzit, po nuk më intereson kur gjykohem nga njerëzit që janë poshtë meje. Vendimet më të rëndësishme që unë kam marrë në jetë, vendimin e fundit që ka qenë zgjedhja e partnerit tim të jetës, është marrë sepse të trija vajzat e mia e adhurojnë Heroldin, e duan shumë. Sidomos e vogla, Heroldi është Stiçi i gjurmës, se Stiçi thotë, gjurma jonë është Lilo, kush e di filmin vizatimor, kështu që çdo vendim i rëndësishëm i imi ka qenë vendim i të katërtave ne, jo vetëm i imi. Prandaj unë jam e lumtur dhe prandaj nuk më shqetësojnë komentet e njerëzve, sepse e di që kam bekimin e vajzave të mia edhe për njeriun që unë kam në krah, me cilin nuk rënohem shumë. Gjolla, unë jam krejt në fund të emisionit edhe nuk gjej fjalë me përshkru sa një po më kalu në krejt këtë edicion, ka pas kështu bumerang të emocioneve, sa e mi knajq, ka pas edhe lot, edhe që unë në fakt Blezën e falenderoj shumë se ka qenë ajo që gjatë krejt javës e kom njohur vazhdimisht në mesazhe, po që s'ka përtu asnjëherë. Faleminderit shumë, më ke dhënë shumë emocion, të uroj shumë suksese. Dhe shpresoj që ti e vërtet i shembull për të ndjekur për gjithë ato gazetare, të cilat moderatore, prezantuese në fushën e gazetarisë, të cilat vërtet prekin zemrat e njerëzve dhe japin mesazhe tek të tjerë duke prekur zemrat e njerëzve, se na kanë ardhur këtu
falsiteti edhe të qenurit mediokër. Ti je një gazetare që prek zemrën dhe sot ke prekur zemrën time dhe tek unë do kesh një vend të veçantë. O zot, unë isha duke qarë për blezës, le mu tash pas time, shumë faleminderit, Jola, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ty, u kënaqa, vërtet, faleminderit edhe teleshikuesve. Shpresoj që sadopak kemi dhënë një mesazh të bukur vetëm me shembullin që jemi, se mund të flasim natë e ditë, por shembulli jon transmeton mesazhet më të bukura në botë. Krejt emocionet ka qenë se enciklopedin vetë, kështu që faleminderit edhe një herë. Me çdo ashur unë faleminderit i them edhe Mobilis Bini, Prishtina Etiketit, si dhe dyqanit Flomi Flower Shop, që gjendet në rrugën Rustam Statovci, rrugës të parkut të qytetit. Nga unë edhe Krej Sofi realizues, ju mos ndani nga skema programore e kanalit 10 edhe shihemi prap javës tjetër. Ky emision mundësohet nga Bini dhe Prishtina Tiket. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Tiket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Tiket, emër i besuar në qiell.